Gjatë ofansivave të forcave militare e paramilitare sërbe në Drenicë, Lapush, Dugazhin, Anadrin, Shal, Elap, u shkatruan e u dëgjën në vendbanime të tëra. Qëllimi i regjimit të Beogradit ishte po i njëjti si ai në Bosni, shfarrosja e popullatës shqiptare. Mirë po, për kundër Bosnis, tash masakrat ishin të dozuara e të llogaritura. Në Kosovë u veprua në mënyrë të tërthortë, duke u shkatruar shtëpinë, pasurinë, ushqimin dhe mundësinë që të mjekohen, ata krijonin kushte për vdekje masive. Pas miratimit të rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën, si dhe ultimatumit të NATO-s ndaj Serbisë për tërheqjen e forcave ushtarake e policore nga Kosova dhe ndërprerja e sulmeve mbi popullatën civile, ato pak familje që u kanë mbetur në një objekt apo dhomë, filluan të kthehen në trojet e veta. Megjithse askund në Kosovë siguri nuk ka fare, banorët e disa fshatrave më pak të dëmtuara u kthyen në shtëpitë e tyre për të qëndruar bashkë me ata që po e mbrojnë Kosovën. Ekipi ynë arriti që gjatë qëndrimit disa ditor në Drenicë, Lapush, të regjistroj kthimin e popullatës edhe pranë garmadëve. Njëra ndër familjet që me shembullin e vetë sakrificës e të rezistencës së haptë ndaj regjimit okupues serb, arriti të dëshmoj para botës se deri ku mund të arrijë krijimi i njeriut për lirinë e popullit të vet. Është edhe ajo e Shaban Hams e Adem Jasharit nga Plekazi i Ulët i Drenicës. Antarët e familjes Jashari, që kanë mbetur gjallë në Kosovë, një ditë jam mësyen Plekazit për të parë vendlindjen dhe mundësitë e kthimit e të qëndrimit me ta. Ja disa momente më kryesore nga ajo ditë mjaft e vështirë për ta. Por edhe për ekipin ton që patë rastin e fatin të jetë i pranishëm gjatë kthimit të Jasharajve, 8 muaj pas masakrës serbe mbi këtë familje dhe familje tjera. Ku po shkon atje?
Po pas 8 muajve ne u kthym në shtëpia tona, jem pak të emocionuar, po troja tona nuk do t'i lëshojmë kur deri ta fitojmë lirinë. Armikët nuk mund me na shkatërru të gjithë dhe jem edhe 6 mashkuj, prap se prap do të kthejmë troja tona. Armiku ka shkatru çdo gjë, po na pet do të përpiku me ndërtu me jetu këtë. Kosovën se lëshojmë. Të ka botë të linë, bosh që e krejtë sot. Allah, Allah. Allah, Allah. Thonë, koha dyston e rafshon çdo gjë. Musi që ka rafshuar këto vare të dëshmorëve jasharaj. Familja vendosi atë ditë që të largohet nga pronat ku s'kishte kushte elementare për jetë dhe ku ende kujtimet ishin shumë të fuqishme e të freskëta. Thanë se do të kthehen shpejt. Gjatë ditëve kur ishte në teren ekipi ynë, hasi dhjetra familje të fshatrave të ndryshme drenicase, që pas disa muajsh qëndrimi në Mitrovice dhe në banimet të tjera, kishin vendosur të kthehen në vatrat e djegura. Ata kishin marrë unë, së paku për të parë shtëpitë e tyre, qoftë edhe si gërmana. E pastaj, varësisht nga situatat, vendosin për të adaptuar ndonjë dhomë, apo për të vënë tendat në obor, sa për të kaluar këtë dimër. Familja 6 antarëshe, Miftar Loshit nga Padalishta e Skënderaj. Pas 3 muaj qëndrimi në Mitrovic, ishte nisur me traktor për në Kopiliq, nga se në Padalisht nuk ka ku të kthehet për shkak se serbët ua kanë djegur shtëpitë dhe tërë pasurinë. Jem kanë në Mitrovic. Në Padalishta ju kanë djeg shpina, keni shpinë? E kanë djeg krejt. A ku kthehet tani? Kthehet në Kopiliq Shal, në Kopiliq Boshi. Edhe Halit, Mustaf, Elmi
e Islam Dragaj nga fshati i Leqini Skënderaj, bashkë me antarët e familjeve të tyre, nuk e kanë lëshuar Drenicën, Kosovën. Për nga jeni ju? Për nga vini këtu? Ku shkoni tani? Për mi shpet. Që sa muj keni qenë Mitrovit? Që 4. Si ju kanë prit atje? Mirë edhe këtë. Cila familje jeni ju? Ne e familja Dragaj. Pritë që të regullota të qka, kim sa ma mirë edhe ma të. Mos me ikë mo. Në udhë sipër për në Polac, takuam edhe familjen e Hysen e Haxhi Veliqit, që mezi pritnin të kthehen në trojet e tyre. Ku kthejnë dhe si? Ku më ndani jetoni? Qatë kolini që i në Austrojë në të mëmë. Sa antarët familjes jeni? 12. A keni kushte atje për me jetu? Pa valoha jo hiç. Po me gjatë të ju do të shkoni atje dhe Duhet. do të qëndroni në vatrat e ju. Trak shpis? Trak shpis. Vazhd Zoti e më nuk na bjen të largohemi nga shtëpitë tona, sepse kështu më nuk bën. Nuk i thojnë kësaj jetë, në thanë në ndarja antarët e familjes Veliqi. Nga Prekazi kalojmë në pjesën tjetër të Drenicës, në Rezavë. Takojmë Halil Zabelin, duke me remetuar një dhomë të shtëpisë që i ka shpëtuar pa u djegur. Jam duke ndërtu që të dhomë, se 2 vllaznive me fëmijë që janë kam natë që pa djegë shtëpia, dhe unë nuk kam venat shumë. Jem 24 antar me ta. Më do të me dhe që të dhomë pak sa me hiti kënën. Kullum se s'ka korrin. Shkojmë në drejtim të Likocit, i cili ishte në shënjestër të forcave militare e paramilitare sërbe. Këtu disa ditë radhësi ishin të stacionuar ato. Me që rast kanë djegur 108 shtëpi nga 120 sa ka gjithsej Likoci. Edhe puset janë bërë të papërdorshme. Në to, barbarët kanë hedhur mbeturinë, miell e helme të ndryshme vetëm për të penguar kthimin e banorëve të këtij fshati në të. Tani, në Likot sërish janë vendosur pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ata ndihmojnë kthimin e popullatës. Aty ku së paku ka kushte. Naim Kadriu, Haki, Sali e Shasivar Kadriu janë të vetmi që me disa antar të familjeve nuk e kanë lënë në vetmi Likocin. Xufe Kadriu përpiqet t'i bashkoj fëmijët e vet në këto troje. Prej 2-3 shpive që kjo më mjetë edhe kjo është të stëmtune, kene nejtë një ovë ditë për pora, për në zinën por malë, në krykë më qokët, të një në orda petë këtu, kena nejtë të disa ditë, apet jemi shku qatë tje. Të një në shku në drejt në graftë, kena nejtë të tje, një ovë ditë, apet e në dollë malë. Në abrit e epërme, në lagjen Hysenaj, punohet në largimin e mbeturinave të shkatrimeve sërbe në për shtëpit e Hajdin Hysenajt, Milazim, Hamid, Zeqir e Jahir Hysenajt për të adaptuar ndonjë pjesë të tyre sa për të futur kokën deri në pranverë. Hysen Hysenaj shprehet hapta se regjimi i Beogradit ka synuar dhe ende synon spastrimin etnik të Kosovës, por shton se ne nuk duhet japim këtë mundësi. Jemi kthyer para 2 dite. Të qëllimi i forca serbe ka qenë pastrimi etnik i fshatit. Valdet Zeqir Hysenaj nuk mund të përmbahet nga lotët për shkak se familja e tij nuk ka se ku të kthehet për të jetuar në abrit. Dihet vetëm vendi ku ka qenë shtëpia e tij, e asgjë tjetër.
Iliri i vogël është kthyer nga Prishtina, ku qëndroi gjatë ofansivës serbe. Por thot se tani këtu nuk mund të shkojë në shkollën e rënuar dhe se nuk ka shok që të luajë. Ndërkaq në lagjen e Demakëve ka nisur disi të ngjallë tjetër. Në oborin e shtëpisë së granatuar të Musli Demakut, vërejmë gra e fëmijë, duke punuar nga diçka. 21 antarët e kësaj familjeje tani janë kthyer sërish në abri, edhe pse nuk kanë kushte elementare për jetë. Vetëm 2 dhoma poshtë nën pllosë që kanë vetën, pa u djegë, për ndryshe kur gjë tjetër s'ka pështu. Tash kemi ardhën që s'kem ku të rrim, ma mirë t'jemi apet këtu në vendin tonë se sa dalim dikun s'kem ku të shkojmë jashtë, kushtet I kemë vështira. Po sa u kthyem në Prishtinë, në mbrëmje mjetet e informimit njoftuan se kishte rënë pllaka e shtëpisë të dëmtuar të Musli Demakut dhe me atë rast ishin lënduar 2 fëmijë, por për fat kanë shpëtuar nga më e keqja dhe kjo familje sërish jeton në trullin e vet. Në pjesën tjetër të abrisë, shohim duke punuar disa antarë të familjes së Azemulliqit. Ata nxitonin që t'i bëjnë bullazin shtëpisë përvese për të sjellë fëmijët nga mali, ku patën qëndruar disa ditë. Unë jam 7 antarë familje, dhe gjithi kam në lastek. Na kanë kohë shpinë shkijet, nuk kem ku me hija, s'kem ku me shti kry. Vetëm ne shumë me disa bore. Tash momentalisht musha që të lastik ja kum qitë dhe qëremi dhe sipri me pru familjen me shtrehu që tu. Jo për plak kësaj shtëpi. Na bie në sy një çupëz e vogël e cila qëndron para shtëpisë së familjes Deliu. Ajo, si duket, nuk kishte ndonjë shoqe që të luaj dhe t'i harroj traumat të përjetuara gjatë sulmeve të barbarizmit serb. Bujqit kanë filluar t'i kryejnë edhe obligimet e tyre të vjeshtës, frytet e të cilave pritën në pranverë. Zbresim në bajic të Glogocit, ku njerëzit nxitojnë të stabilizohen në vatrat e leta. Pas djegjes së shtëpisë, Aslan Verllaku u detyrua që të gjejë një zgjidhje, vetëm sa për të mos e lëshuar Kosovën. Ai mori dhe I hoqi kafshët nga ahri, e rregulloi pak dhe në të vendosi familjen 6 antarësh. E zoja shtëpisë Gjyla e ka haruar problemin e strehimit dhe është preokupuar me fatjen e të birit të saj 20 vjeçar Afrimit, I cili bashkë me 54 të rinj mbahen të arrestuar nga policia serbe. Jeni këthy t'i kanë pe uqoken apo. Jena këthy tani djolin ma kanë morë, na jena këthy në orë që të. Pa shpi, pa kur dhe të tesa dysën e kanë kollë, dysën e kanë pak në kanë me. Qështë ka përcem dhe qysh për kja me. Edhe në pjesën tjetër të Drenicës, në godans të Glogocit, që është djegur e shkatruar pothuaj në tërsi, njerëzit po përpiqen që sa më parë t'i përgatisin për banim dhomët. Mursel Hoti adapton këtë shtëpi për t'i vendosur 15 antarët e vet. Këtu është kthyer vetëm Ymer Hoti, I cili është vendosur në shtëpinë e Gani Mehmetit, I cili ka gjetur strehim në Prishtinë. Nga Drenica na intereson të informohemi për gjendjen aktuale në komunën e Malishevës, ku ka pasur sulme të vazhdueshme të forcave pushtuese. Po sa arrim në banjë, në pishinën e saj, femrat e kësaj ane bëjnë çmos për t'i larë tepijët dhe teshat tjera të shtrojës e mbulojës të pluhurosura nga granatimet serbe. Në Dragobil të Malishevës, policia e stacionuar pikërisht në këtë objekt të Zenet Paçarizit dhe në shtëpinë e Zeqir Paçarizit, u munduan të shkatërrojnë çdo gjë, të plaçkisin dhe të pamundsojnë kthimin e banorëve të këtij fshati dhe të atyre përreth në shtëpitë e tyre. Afër shtëpive në Dragobil, serbët para se të largohen kishin vendosur edhe disa mina,
Nga to, pësoj edhe i riu Ali Murat Paqarizi. Me gjithë këtë në Dragobil, njerëzit janë duke u kthyer në shtëpitë e veta. Tu, këtë shtëpinë tem, ka pas plot polic, qysh afër 2 muaj ditë ka nejt, na nuk kena mund kurse si më kthy këtu, edhe për atë shkak na u desh me ikë edhe me shku me një fshat atje më strëhu dikun në pyll. Këtu si të shini ka pas thy me çdo sen, pi serbe, shka kanë gjetë, dhe kanë kthy, edhe i kanë gjupi 34 atje, edhe ju në munu me kallë 2 herë, kallë e 3 atje, edhe ju në munu edhe në kollu. Ne jena kthy tash, jena kthy, që sot jena kthy momentalisht, aparat 2-3 dite jena du munu për me pasru, se dhe ku dhe pak me pru gjendjen për me jetu. Edhe në Magjare, Shkos, Marali dhe Astrazovi, banorët janë kthyer në vendbanimet e tyre. Astrazovi pësoi më së shumti, nga se ishte pranë asfaltit. Nxënësit e këtushëm nuk po mund t'i vijojnë mësimet në shkollën e ndërtuar me vetë kontribut, e cila po ju pengon forcave serbe. Kthehemi në drejtim të Prishtinës, në Malishet. Nuk shohim banorët e saj, por vetëm ata të ardhur nga Serbia, edhe atë të armatosur. A thua për të djegur, plaçkitës dhe për të pamundsuar kthimin e shqiptarëve në përbatrat e veta. Pas qëndrimit mjaft të gjatë në Kleçk të Lipjanit, forcat militare, paramilitare serbe arritën t'i shkadrojnë pothuaj të gjitha shtëpitë. Arriti të shpëtojë nga djegja totale vetëm shtëpia e Islam Elezit. Mirë po, Islami nuk ka siguri të kthehet për të jetuar vetëm me familjen e vet. Në Kleçk, më së shumti pësoi familja e Hafir Shalës. Hafirit ju dogjën të gjitha shtëpitë e djemëve. Arriti të shpëtoj pa djegut tërsisht vetëm Oda e Gjahafir, e cila u shërbeu që nga ditët e para të luftës atyre që mbronin Kosovë. Këto ditë, asaj i u vu pullazi. Propaganda serbe, një kohë të gjatë të prezentonte Kleçkën përkatësisht këto fura të gëlqerës si krematoriumi kinse për djegjen e trupave të civilëve të serbë. Tani, sikur çdo gjë u hesht, pikërisht nga regjimi i Beogradit. Me forcat e tij nga Kleçka, u larguan edhe gënjeshtrat, të cilëve nuk i besoi askush. Zbresin në shalë të Drenicës. Aty, sidomos në lagjen Hoxhaj, shihen gjurmët e barbarismit serb. Berat, Skënder e Bedri Hoxha, bashkë me familjet e tyre janë kthyer në shtëpitë e tyre me njëherë pas largimit të forcave serbe nga ky fshat. Atyre u ka shpëtuar nga një objekt banimi pa u shkatruar tërësisht, sa për të mos u bërë barë e fëqinjve. Shtëpisë së arsimtarit Bedri i vihej edhe pullazi i ri, ka se ai u doq për ta detyruar atë të largohet nga Kosova. Mirë po, falë solidaritetit të fshatit, vendimës së disa organizatave humanitare ndërkombëtare, u sigurua materiali i domosdoshëm ndërtimor për shtëpinë e tij, e cila së shpejti do të jetë e gatshme për banim. Në Shalë, vërejmë një sasi të konsiderueshme të materialit ndërtimor për ngritjen e pullazeve të reja, shtëpive të atyre që janë në gjendje më të vollë ekonomike. Kjo, padyshim ka simbolikën e vetë të madhe, kthimin e familjeve shqiptare në vatrat e veta, edhe në rrethana pasigurie.